Se që ishte një mesazh sot që është përhapur, e pa të mesazh? Centralisti. Kush është më thanë? Centralisti. Alo centralisti? Alo centralisti. Ore Floku, që janë këto fake news e mërë burë? Janë fake apo janë news e? Dëgjoj, nuk ka rëndësi, po në momentet saktuara, ajo që ka ndodhur është që fake newset kanë diktuar profilet e njerëzve, po e diktojnë edhe sot. Dhe të gjithve? Po, për shembull, rasti më klasik është që po marri shembull tani me që është aktuale dhe ka një lloj Vëm kujdes se të fillojë emisioni dhe një lloj fërkimi, jo, ka një lloj fërkimi. Është për shembull lajmi që dhe unë e kisha marrë mirë qenë, po e shifsha para 2 ditësh për kuriozitet, Spiropali i ka thënë Ramës Skënderbe, për shembull. Po, që dihet që kjo është përhapur ka vite. Po, si ishte e vërtet? O? Jo. Pse si është? Pse si e quajti? Është perl. Kam qenë me mikun ton të djathtë, edhe ai ishte i bindur që i ka ndodhur ashtu, edhe unë, edhe po hanim darkë madje në Podgoricë, ore thash, ta shohim një herë si e ka thënë më këtë Skënderbe, Elisa, se edhe ja. Që deshi Ismail Gjemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti fishta dhe tjerë rilinda shqiptar, është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane dhe vetëm europiane. Dhe ka vetëm një njeri dhe vetëm një forcë politike që mund ta bëjë realitet këtë ëndër. Është Edi Rama dhe është Partia Socialiste. O ky burri këtu për thosë Skënderbeu, ky burri këtu. Burri këtu se është në shesh dhe bën tregon bustin. Është burri këtu, pra Shqipërinë Europiane. Ishte burri, ku ishte Skënderbeu është bustin. Brapa shpine, po, si ishin në shesh. Dakor. Edhe kjo është marrë dhe se ka parë njëri, është për vetëm titulli, dhe po të kërkosh tani për shembull Edi Rama Skënderbe dhe gjithë tani i thonë që i ke thënë Rama Skënderbe. Video është e prerë. Jo, video është e saktë pastaj. Nuk kanë prerë video? Jo, e kanë fut, por nuk shef njëri videon. Njerëzit shohin titujt. Qartë. Edhe në këtë lëm ka sot lajme pa fund që njerëzit shohin vetëm tituj. Në qoftë se fillon historinë me Skënderbeun, shkonte Ismail Qemali dhe vjente Edi Rama, dhe Edi Rama dhe lidhja, po pra se nis ideja e tjerë. Tani asociacioni ky është. Shqipëria europiane ka qenë ëndër e gjithë paraardhësve dhe Partia Socialiste dhe Edi Rama do e bëjnë realitet. Këtë madje Rama i ka vjedhë dhe sloganin e listës. Se këtë ajo e ka thënë 2017, Rama e ka përdorur tani vonë Shqipërinë europiane si slogan. Po s'po i hyma sajt se pastaj ti mendon që Rama është një etapë e re në historinë shqiptare? Rama është ju tani pse fizikë seriozisht e në nxjerrje. Rama është po ky e bëri kaq serioze tani. Fillon me Skënderbeun, vjente Rama shkon te Skënderbeu. Jo, unë po them për fake news. Përshëndetje toksore. Ju sa për kemi mbritur, jemi live në emisionin tim Zonë e Lirë në këtë pjesë të parë të emisionit. Sonte është episodi i 1100, zonja e zotrinj. 1100, 2-1-0. Sonte është e mërkur, është data, sa i bie? Sot 24 qershor, filloi pak shiu, nesër kthehet dielli. Jam në studio me Marsit Gupin, avokat penalist, pedagog të Marin Parleti, mi mbroma Marsit, liq filozofi, Flo Gert Musha, ekspert komunikimi, gazetar Lexo.al, dhe mi mbroma Flo Gert, Sebastian Zonja, Gazetar Plus, në MCN TV. Ora në këtë momente është 22:06 minuta, aktualiteti vazhdon të jetë i nxehtë, edhe pse duket pak rutinor, nuk po ndodhin vrasje të mëdha, arestime sikur pushuan për momentin, protesta vazhdon në ditën e 25, vazhdojnë madje dhe sot, që filloi një shi jo i vogël. Plasët fabula e pa në ekran, Ledio.
Në QR kodin që u plas tani në ekran zënës të ju mund të lëshoni pyetjet tuaja për të ftuarit e mi, Rogerti Marsitin dhe Sebastianin, dhe unë të lexoj në fund të emisionit. Vetëm në fillim të javës më duket, sot jemi mërkur nga hëna ndodhi apo jo, doli emri Dritan Goxhajt pasi ai u shfaq në protest ku lexoi 5 pika. Sebastian shkurtimisht një info të vogël për shfaqjen e Dritan Goxhajt, këtij personazhi i cili u shfaqi në protest pa pritur dhe tha jam i autorizuar të lexoj 5 pikat në emër të grupit organizator. Diçka tillë. Dhe me njerë pastaj më duket nismëtar, po, në grupin nismëtar. Pastaj më duket ishte vetë Ramsi që reagoi apo kush reagoi nga qeveria? Reagimet kanë qenë gjitha me njëherë pastaj. Ramsi vetë reagoi për Dritan Goxhajn apo jo? Po. Kryeministri ka nxjerrë me njëherë lajmin për ta kujtuar më shumë për publikun. Nuk ka qenë fare në UÇK, filluan dolën lajme të ndryshme, një pjesë pastaj e kundërshtoi sikur është fake news, jo ka qenë, jo nuk ka qenë, u çel debati dhe u krye midis figurës së Dritan Goxhajt që lexoi 5 kërkesat dhe midis kryeministrit Edi Rama dhe grupit Partisë Socialiste që reagoi një zëri i gjithi me deputet dhe filluan dhe ministra, duke reaguar deri tek Ministri Brendshëm. Reagoi dhe kryetari i parlamentit faktikisht që nuk do të duhet të reagonte sepse është mbi palët, me thënë të drejtën. Sot ka reaguar Presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës nga deklarata që mbajti. Edhe i për Dritan Goxhajn? Jo, Presidenti i Republikës duket sikur për protestën dhe hodhi sot poshtë atë që thotë Rama për një lloj lufte hibride. Ai e quan kërkesat e qytetarëve, pa kënaqësia e qytetarëve. Pra, duket se i jep një lloj mesazhi. Janë 5 kërkesat që lexoi zoti Goxhaj, dorëheqja e kryeministrit, qeveri teknike, kufizimi i mandatit kryeministrit maksimum me 2 mandate, u bë një gjë e ngjashme edhe në Hungari pa kohë më parë, anulimi i ligjit për zonat e mbrojtura, vinë dhe europarlamentarët evropian për këtë dhe Parlamenti Evropian e tha, dhe largimi në fund të qershorit, vinë europarlamentarët dhe largimi kastës së vjetër politike, anulimi i ligjeve diskutueshme, paketa e maleve, investime strategjike etj. Këto janë pikat që kërkoi Dritan Goxhaj. Dritan Goxhaj është një personazh i rëndësishëm, le të themi, në jetën publike, ka dalje të shumta mediatike në Shqipëri, ka qenë para disa kohësh i arrestuar dhe për t'u dërguar drejt Hagës, nuk u dërgua në Hagë. Për çfarë arsye? Nuk e di. Nuk e di. Mos duhet ta shpjegoj vetë, ka dalë dhe ka shpjeguar vetë, kushdo i interesuar mund ta shpjegoj këtë lloj gjëje. Ai dhe Jati kanë qenë bashkëluftëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Debati që është çelur nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Kanë jetuar atje apo janë thjesht me origjinë andaj? Nuk e di. Dritan Goxhaj është ushtarak si Jati, është aviator. Po, është aviator, është njohës. Në Turqi më duket. Edhe në Greqi. Ka mbaruar shkollë për aviator? Po, është aviator. Është aviator. Aviator ushtarak? Aviator është nga ato të paktit që di të ngas, me aq sa kam informacion, një F-15, që nuk i kemi... Zërbe? Po. Ku e kam mësuar? Në Turqi dhe në Greqi, në mos gabohem. Pra ka bërë kurse në të dyja vendet, në mos gabohem, nga informacionet që kam arritur që të lexoj. Është e sigurt kjo? Është një personazh që bën analiza interesante në kuadër ushtarak, po ta shohësh, pra si ushtri. Domethënë si formacion ushtarake çfarë ka ndodhur. Ka hequr nga punat e aviacionit civil për shkak të akuzave të forta që ka pasur për korrupsionin e brendshëm në aviacionin civil. Pra akuza ka qenë shumë e fortë për një, sipas Goxhajt, një sirian i lidhur me dyshime me grupe të ndryshme të ndaluara nga amerikanët, që tani po thonë jo po është Goxhaj, i cili ka folur pro Iranit, etj, por vetë ky i pari që në 2016-17 ka akuzuar qeverinë Rama dhe i thoshte çdoni ju që bëni biznes me një person ose një kompani që nuk lejohet nga amerikanët. Pra është një personazh shumë interesant që së fundmi ka dalë shpesh, ka qenë gjithnjë nëpër medjet publike. Ajo që mund të themi është një personazh i cili në fjalën e tij është nacionalist, kjo duhet thënë. Dhe është përballë kryeministrit Edi Rama, nëse do i vendosim përballë si figura. Dueli Goxhaj versus Ramsi 4, nëse do të jepja një përgjigje për këtë. Ramsi 4... Jo, prit një herë. Më duhet hyrja njëra nga ty. Kjo është hyrja. Pra, ky është Dritan Goxhaj, është një personazh shumë interesant faktikisht. Aktualisht ka një kontratë me një televizion, del shpesh tek një televizion në TV, merr Edi Varakun, e merr ai shpesh në intervistë. Aty ka shumicën e intervistave, që mund ta ndjekin për çështje të ndryshme politike, gjeopolitike dhe ushtarake. Mendimi i tij përafrohet
mund të themi edhe me Kenneth Waltzin, edhe me John Mearsheimerin, në një lloj realizmi gjeopolitik. E njëjta gjë që ka thënë Kenneth Waltzi dhe John Mearsheimeri, që sa i përket ngushticës së Hormuzit, që Irani tashmë është në përparësi, sepse ngushtica e Hormuzit është më e fuqishme se një bombë atomike, është kjo që John Mearsheimer ka thënë shpesh, e ka përsëritur edhe Dritan Goxhaj një tezë të këtill. Janë të deklaratat që i kanë marrë sa i përket Hamasit dhe Hezbollahut. Nuk e kam ndjekur me vëmendje të them drejtën sa i përket këtyre deklaratave. Dhe sa video që pash unë, kishin nxjerrë video që tani gjatë kohës luftës me Iranin, kjo pasi drimet i qarta, ka e quajnë pro-iranian, po i ka pasi drimet i qarta, se thuash. Ai thot që Amerikanët dhe Izraelitët janë kriminal. Po pra. Amerika dhe janë kriminal, e thot literalisht. Pak në videot që kanë dalë, po. Domethënë, kjo është pak a shumë, le të themi, një lloj, po nuk është se ne po e çojmë për ministër të jashtëm, apo po e bëjmë kryeministër. Ai është dim atë. Ai është person. Me short thot ai ta zgjedhim kryeministër. Ai është personi teknik. Kryeministri zgjedhet me zgjedhje, por jo, ajo që te kërkesat e kemi short. Ai është personi që lexoi 5 kërkesat dhe 5 kërkesat ishin ato 5 kërkesa. Me short. Nesër mund t'i lexoj unë, ti, tjetri 5 kërkesa. A ti thua është i rastishëm? Unë besoj se e shkërkuar shumë vetave, ky është mendimi im tani personalisht. Unë besoj se grupi gjysmë informacion. Merë si duash tani. Gjysmë informacion, gjysmë mendim. Po pra. Nga ajo që unë di, e shkërkuar shumë vetave. Shumë veta edhe nuk kam planuar. Kam frikë të dalin përballë. E din që koka e parë pritet. Si kam frikë, ma të janë me 10 njerëz që danin thonë dorëqe ram, nuk duan të linçohen publikisht, sepse e din shumë mirë që personi i parë që del dhe thot diçka është personi i cili do t'i pritet koka. Ky e përballon dhe ka thënë unë e bëj. Është trim dhe ka thënë që unë e bëj. Është trim, thot Sebastiani, dhe lexova edhe ti shkrim i Ilir Kullës o Flogert, dhe pastaj të më thotë Marsiti se çfarë mendon për gjithë histori, para se të ta mbyllim me pyetjet që shfiton. Është trim thoshte, përveç se tha Sebastiani, e thoshte edhe Kulla në një shkrim që e njeh mirë këtë personazh. Shumë mirë është trim. Trim do të thotë që nuk ka frikë pra nga presionet, nga shantazhet, nga këto. Pas unë s'kam frikë nga... A vlen kjo në kohët që jetojmë tani, në këtë moment? Jo, më burës. A vlen kjo gjë trimëria, apo jo? Dëgjoj. Guximi vlen. Ai zoti Goxhaj, që unë për sa kam ndonjër më të ndaj respekt, nuk është zgjedhur rastisht aty. Unë nuk jam aq rënd që të them që... Ama ju thanë disave, tha ky hajt po jo. Ajo është e planifikuar dhe është në vazhdën e strategjisë që protesta po përdor rreth flamurit kombëtar. Dhe duhesh një figurë e fortë, emocionale, e cila u përdor aty si figura e Goxhajt. Kjo është sa i përket pse Goxhaj. Pa i dorin mbrapa e mohoj, mor, të ky televizion që thua ti. E dyta, çfarë mohoj? Pa unë i sheftuar ky pra. Po pra Rejt Varaku. Edhe mohoj në kuptimin që jo tha unë thjesht dola atje që të lexoja, tha nuk kam lidhje unë, tha s'kam. Po pra, është i ftuar për të kërkuar 5 kërkesa. Atë tha ai pra, nuk kam unë lidhje në protestë. Unë jam në protesta, protestuesi thjeshta. Po unë çfarë ftuar ai? Në hallin që ka. Dhe nuk merrem as me Ramën, as me ata që ka shuar Rama dhe që ka Rama për rreth. Rama do shkoj të shpifjet, do shkoj të gjithçka, do shkoj të akuzat. Nuk ka dallim. Do shkoj të nëna, të motra, të babaj, do merret me të gjithë. Do merret me gjithë familjen. Të timen, po edhe të atyre që janë te grupi koordinator. Të gjithë do i sulmoj. Vetëm këtë gjë di të bëja njëri. Po unë nuk kam problemat punë. Bile si bëj thirrje grupit koordinator që ta ketë parasysh kur ecën në rrugë. Gjithkush ecën në rrugë, i ka qelluar të ecin në rrugë. Në rast se të kafshon një qen, ti çfarë bën? Kthehesh e kafshon edhe ti qenin? Tani reagimi që ka bërë tek emisioni i miku ton Rejt Varaku jashtë kontrollit. Që ka bërë përgjigje. Unë nuk Varaku? Te në TV emisioni jashtë kontrollit. Një miku i gazetar. Nuk është para, unë po them një gjë pra, zoti Goxhaj është përdorur nga grupi, si e quhen ky? Më është ftuar, ja është përdorur. Po unë lërte a dhe opinionin tënd. Në opinionin tim mund të ishte ftuar kushdo. Fakti që është ftuar pikërisht ky ka i simbolik dedikuar. Se është një publik që ka vite që del në ekrane këto. Po pra dhe i shkon për shtat narrativës ngritur dhe gjithë amballazhimi që është bërë asaj proteste. Flamuri Kuqezi, një ushtar i ÇK-s që del aty, lexon pikat, maksimumi emocionale. Gjetje është. Gjetje është. Problemi është që nga i herë
duhet ta shohësh me shumë kujdes personazhin që nxjerr thjesht dhe për të lexuar ato pikat, sepse ai nuk është në krye të protestës, pa diskutim, sepse mund të kthehet bumerang, sepse në qoftë se ti nxjerr një personazh, ti në një farë mënyre i vë dhe fytyrë atyre gjërave, po praktikisht e nxjerr si zëdhënës tëndin. Normal. Siç nxjerr Rama, ku diun, nxjerr të dje Lisën, Borën, tjetrën dhe nxjerr PD-ja Ina Zhupën në mëthethash. Në këtë kuptim, shihe pak të shkuarën, jo si ushtari UÇK-s, për atë shapohen qofse ka qenë, edhe mirupafshim. Problemi është qëndrimi ka sot, sepse nëse kemi të bëjmë, me një ish ushtar të UÇK-s, i cili vetëm për faktin që ka qenë ushtari i UÇK-s, nuk ka imunitet nga tezat e rrezikshme që mund të ketë absorbuar dhe mund të besoj sot, se dje ka qenë ushtari i UÇK-s, sot e thotë që amerikanët janë kriminal dhe po bëjnë krim me atë që po bëjnë në Iran. Më fal, po unë nuk e mbështes zotin Goxhej. Qartë. Pra, në këtë kuptim kanë bërë një autogol dhe i kanë dhënë shansin praktikisht Edi Ramës, në rastin e parë kur dolën dhe flitët për një grup organizator që çuditërisht unë si njoh, ne si njohim. Jo, nuk njifën. Po, Goxhej i njifka. I njifka Goxhej. Këtu është bërë një autogol që i kanë dhënë Ramës një farë mënyrë mundësinë, që t'ju thosh shqiptarëve, dakord po? Nëse doni që të keni Ashtu. Nëse doni që të keni përfaqësues atë që mendon që amerikanët janë kriminal, bujrum shkonin protestë. Pra, mund të them që i është kthyer bumerang grupit koordinues të protestës e gjitha kjo. Nuk është personi i duhur, nuk mjafton vetëm që ke qenë në UÇK, nuk kanë rëndësi ato letrat. Nëse më këtë nuk e ndajmë dot ne, është i duhur. Po, kjo je përgjigje pyetjes fundit. Ajo që mua më çuditë është pse nuk e mori përsipër. Çfarë? Kur e dëgjova, pra se Marsiti na vuri një pjesë të audios. Çfarë merrte përsipër? Që po më dha, unë jam në mes të grupit organizator. Po më nuk është. Po për çfarë mori përsipër që dalë lexoje atë? Ai nuk është speaker. Po nuk është, i kanë thënë ja lexoje, i kanë thënë 10 vjet. Kujt i mungon guximi për të lexuar ato 5 pika, mo aty dalin dhe thonë shan nga ropt e shtëpisë. Edhe mua nuk më ri kjo që nuk kanë guxim ata të tjerët, ç'do më thënë. Është simbolika më shan tani. Ata dalin ç'a nuk thon atje. E lu zonë 5 pika ku s'kan si shari asnjë gjë. Kanë gjetur, i kanë ftuar dhe i kanë thënë duhet. Nuk është turp themi për që e kanë përdorur për simbolikën, mos është për një mision mund ta kemë të mirë, pra mos e marrim përdorimin vetëm për keq. Qartë, Marsit. Kur përdoret për diçka të mirë. O Flogert, ja një sekond. O Marsit. E para një ti e njeftë, Goxhajn e kem ndjekur da Republika se unë nuk kam ndjekur them drejt, e kam pa shumë pak. Ndjekur në disa dalje dhe rastisht, sepse do ftohem tek emisioni i zotit Baraku. Çfarë është ky personazh valla, sepse ky fatikisht, me ai sa dëgjoj unë tani, unë jam spektator komplet, nuk kuptoj. Me ai sa dëgjoj valla, dëgjoj Kullën, që Kulla njeh shumë njerëz valla, që flisin me superlativa. Dakor. Edhe Sebastiani tha është trim. Shumë njerëz tjerë dëgjoj këtë gjë. I guximshëm. Se guximshëm. Po mua pëlqen kjo fjala trim, nuk është trim, është fjalë e mirë. Realisht. Po. Sepse me sa duket është nga këta luftarë dhe kur merr pjesë në një luftë, valla sigurisht që trimërinë duhet ta kesh, se ndryshe Kuptoj. Është atribut i parë. Nëse e shohim kështu, më fal për Jo. Pushteti dhe rezistenca. Guximi është një lloj rezistence përballë pushtetit. Dakor, dakor. Ka disa forma guximi. Ideja është Çanim. Jo, pyetja ime është kjo. Tani u marr vesh nga Sebi, thonë se dije që dhe Sebi tha një gjë që nuk e di sa vërtet është, duhet çekuar valla, se ky është lajm. Se ti the është i vetmi në Shqipëri që i jep F15-s? Po, nga ajo që di unë, po. Po pse më fani sekond, pse janë kaq të fshehta këto gjëra më, sepse kjo duhet ishte krenari për atë. Ai do ta publikonte këtë gjë. Nuk është tipi që do të duket më rrezik. Nuk do të duket. Por do të gjejmë patjetër një plot njerëz në Shqipëri që dinë shumë dhe nuk duan të duket. Ti mendoj që ka shumë si për shembull si zoti Goxha që i japin F15-s, që dinë të japin? Po besoj se ka, se ne kemi bërë trajnime shumë. Për shembull para disa ditësh u dekorua nga Albulena Haxhiu në Kosovë, u dekorua një zotëri tjetër, i cili ka dhënë shumë ndihmë për UÇK-n. Pra kemi ushtarak shumë mirë, kemi një ushtarak që janë dekoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet të rini hijet patjetër, nuk duhet të merren vesh. Ato që dinë, se këta janë herojë të vërtetë. Ato që dinë shumë rrinë dhe dëgjojnë më shumë. Ato që flasin shumë, shumicën e rasteve janë ato që lexojnë më pak. Mirë, pra po Goxha nuk është nga ata që rrihet Çani po thotë që kohë të tilla, këta që dinë kaq shumë, ata duhet të flasin. Këta ka legjitimitet. Po dhe ky flet fatikisht. Po nuk mburret. Po nuk është mburje kjo, mos i të thuash që unë di të bëj këtë gjë. Më fal, nuk ka certifikuar në Shqipëri për F15. Kush ta tha? Sapo ma thanë nga Ministria e Mbrojtjes.
nuk ka të certifikuar. Pra mund të jetë mitë. Jo, nuk ka certifikuar, mund të jetë i trajnuar, se ka të trajnuar që kanë bërë trajnime me Amerikanë, por certifikim që t'jetë pilot të certifikuar për të nga... S'kemi F-15, s'ke si t'ke certifikim t'i kur t'thi s'ke avion F-15. Jo, ta marrë Jo, mund ta marrë certifikim, s'ka lidhje, jo. Unë s'kam makinë, po kam patenë, se s'kam lek me ble makinën. Pyetja ime është kjo, pse e ka lënë këtë zanat, pra pilotin e avionit, ku ka qenë në Greqi dhe ti dhe Në Turqi dhe në Greqin mos gabohem. pse e ka lënë këtë super zanat, që ka një adrenalin pa parë, me ç'kam parë, me ç'kam dëgjuar, edhe pse e ka lënë, edhe ka gjithë të vite këtu, këtë se kuptoj unë. Se s'ka vazhduar më, Se di, do të thonë gjithë ta njerëz i merren me këto gjëra që japin adrenalin, Po. si që janë për shumë këta skiatorët e mëdhenj, ose këta që bëjnë këto alpinizmat që hipin në këto, ke përsi që bëjnë kështu. Po. Këta të avionit, është një adrenalin e paparë. Po tani nuk mund të akuzosh për anti-amerikan një njëri që është trajnuar me amerikanët. Ai se është pak e çuditshme. Ma i thot, Nuk e akuzon njeri. tani o Tebo, pa e thot ai... Pak më herët tani. Tani një njëri që është trajnuar me amerikanët, që është ushtarak, që është trajnuar me Me amerikanët. që e pas kam thënë një sekund, më burr. Ja ti përgjigjem pyetjes Flogert. Jo, ta vëm tani si që vure ti ta vëm kur thot që amerikanët janë kriminal. Ta mbaroj pra po. Unë thash pak edhe djerë janë që në këto situata gjithmonë mundohet të krijohet perceptimi që e te kalon thelbin e personazhit ose thelbin asaj që thuhet dhe shkon te funksionalizmi. Pra perceptimi është i vetmi realitet. Jam dakord. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që zhvendoset nga esencializmi, që thash ditë te funksionalizmi. Pra nuk merret me atë që ti thua, po merret me atë që ti je. Por në radh parë këto që po them unë qëndrojnë, pra janë kërkesa legjitime. Sepse Ramas bën një lojë, që është lojë më shumë që vjen nga teknikat e komunikimit sa nga teknikat e raportit me të vërtetën, që mundohet thotë që shiko, ai që i thot top kërkesa, i bën shumë më pis to kërkesa, ndërkohë që nuk ka në jeta që qëndron te ai, ato janë opinione, nuk janë fakte. Të merresh me pretendime që flasësh për dikë tjetër, pa fakte është thjesht opinion. Do opinioni është gjë personale, është subjektiv, nuk është fakt racional që mbështetet në një metodë empiriko-shkencore ose empirike realiste. Po do të flasim epistemologji dhe kjo është kështu. Janë që të gjitha tymnaja. Ideja është tu që Zoti Goxha ka dalë për të formalizuar 5 kërkesa politike. Pra për te emocionalitetit, pathosit të turmës, kësa ides që qytetarët janë trajtuar në mënyrë të përçmuar, kur shkojnë në dyert e administratës, kur shkojnë në dyert e gjykatës, nuk marrin atë që i takon, pa i cënojnë drejtat dhe lirit themelore. Po ka dhe nota theksuar nacionalizmi. Po, atë kërkesa e protestës është kjo, që në moment që ti nuk plotson detyrimet bazë që kanë raport me qytetarën, ke humbur legitimitetin nik. Dhe Rama i përgjigjet me të njëjtin plumb në kuptimin që edhe ti nuk ke legitimitet, nuk ke autoriteti legjitim për të kërkuar mua dorëgjën, sepse ti 1, 2, 3, 4 ke mashtruar për këtë, nuk ke qenë kështu, nuk ke qenë ashtu. Por e Marsit, edhe një gjë para se vete Flogerti. Është ad Jo më e kuptova. hominem. Është ad hominem. Po më kuptova. Ore, mund të më thuash me që jemi te pjesa e nacionalizmit. Po shkurtimisht fare, se kemi Dakor. Si kam thënë fjalën çunave sot që sepse sot është ndeshja Brazil me kë luan me Kroacin duket? Po. Jo me Kroacin. Oselito e di. Oselito kush me kë luan Brazili sot në mesnatë po. Me Zvicrën. Jo, mor, jo ke gabim apo çfarë Zvicrën apo? Me Skocin. Skotlandin. Është anglezi vogël. Skotland, po, tamam, me Skocin. Duhet para në ndeshje. Edhe pse një pa gjumë. E shohim pas. Dgjoj. Ore dgjoj, pyetja ime është kjo. Me që jemi të nacionalizmi dhe me ç'kam parun, dhe ç'kam dëgjuar, ba, Zoti Goxhaj e ka shumë të theksuar. Po është nacionalist. Shumë mirë, mo. Ore mua më bëhet shumë qefi. Po është. Problemi është ky, vlla. Ka vend në Shqipëri për i Parti Nacionaliste të vërtet, vlla, që të kapi vota të çaj. Patjetër që ka. Tani pyetja ime është kjo. Çdo me thënë se për shembull në Europë ka shumë parti nacionalistë. Në Gjermani, në Francë, Gjithandej. në Greqi ka shumë pak, domethënë, për më thënë nuk funksionon atje. Agimi Art ka qenë i tillë? Çalesh nacionalizmi ishte ai. Po s'kishte ai, ata ishin Karagjozov. Jo, po se ata quheshin. Ishin ditë zezme kanë skandalo, por nuk ka lidhje ata fare. Ata janë tmerr. Ata ishin tmerr dhe bën miq i hoqën nga ajo. E djathta, nuk po them nacionaliste, ka një qasje patriotike. E djathta ka një qasje. Po nacionaliste le të them. Këto vende të mëdha unë e kuptoj, sepse këto, nga që ne për shembull, ne Shqipëria të ketë një parti nacionaliste. Cili do jetë roli i saj për të bërë çfarë?
për të marrë tokat në Çamëri. Bravo, për të marrë tokat. Harta e madhe e protesta. Pyetja ime është për t'i vënë pikat mbi vëlla. Prandaj kanë bërë titull. Kauza më e madhe. Ta nuk është tani momenti, dhe këtë kam pyetje për të tre. Nuk është ky momenti që Dritan Goxha duke qenë se e ka brenda vetes. E mëshiron këtë gjë apo jo? Nuk e ka fake. Nuk është patën ashtu duket. Nuk është momenti nuk është momenti vëlla që të bëj kjo që thot një miku jo slanço vitale, pra që të bëte shpërthimin e madh, ikjen e madhe dhe ditë të thoshte po në Shqipëri. Nuk kam asnjë ambicje politike referuar asaj që mund të prodhoj protesta. Kjo është përgjigjja e këtij Dritan Goxhaj ditën e sotme, ma çoi Ediona, kolegja jonë që ka podcastin. Nuk kam asnjë ambicje politike referuar asaj që mund të prodhoj protesta. Gjuna pra, e kupton? Ka ta përgjigjem. Nuk kam asnjë. Ja, mua shumë vjen shumë keq. Për të një akuzë. Unë jam që të kishte një parti nacionaliste dhe të merrte përsipër hapur publikisht me sinqeritet, që ne në pushtet vëlla. Përveç se do qeverisim pa korrupsion 1 2 4. Do bëjmë bashkimin kombëtar, do marrim Çamërin, do marrim tokat që na ka marrë grekët një. Nga nishi në. Dakor. Po. Atje. Po që ti marrim do të bëjmë super ushtri vëlla. Që trembet i madh e i vogël. Dakor, rrugmen tokat me lololo. Albini po e bën atje edhe ne këtu dhe shkojmë perfekt. Pra, në Shqipëri mungon kjo gjë. Si nuk e mbush Goxha më burr. Është fiks identikiti, se bi them unë, identikiti, kur them portreti, pra, se thuash, ka fiks staturën për ta bërë këtë gjë. A ka vakum Shqipëri? A ka ky treg nevojë për i Partinë Nacionaliste apo jo? Më thoni. Është pak a shumë se ajo që bëri Putin në Rusi, mbasrënies Bashkimit Sovjetik. Po i vetëm në Greqi. Të kërkoj dhe atë, Preshevën dhe... Po nga nishi atje... Gjithandej. Po, kudo. Po. Do, për Rozhajën. Deri tani... Rozhajën. I thoshte këto... Rozhajën. I thoshte këto kërshi... I thoshte dikur kërshi s'fa ju, e mbanë mund? Po. I artikulon të artikuloj, pasaj doli i shkreti, ka qetë në emisionin tim dhe tha, Amerikanët më të roqë një moment më thanë stop. Stop. Po pra, po kjo i ka hap luftë dhe Amerikanëve, i quan terroristë. Pra ndaj po them, pra, kohët kanë evoluar. Nuk është me njëjtë Amerikë. Dakor, nuk është me njëjtë Amerikë. Në Amerikë sot janë sovranistët apo jo? Të cilët shujtërisht rastisti sep që sovranist janë dhe imperialist, njëkohësisht. Qëndroka kjo nuk janë... Janë gjithmonë imperialist. Në rregull, dakord, jemi mirë, sovranist kuptimi nuk janë izolacionist. Jo, të trequr nga, janë me botën, jo? Gjithmonë imperialist. Në rregull. Tani është koha e këtyre. Po, unë fillova ta shpjegoj. Po vinë gjithandej, i jepi Marsin. Kur ekziston konteksti, çan, shumë pse fitoi Putini aq pikë, pavarësisht se kishte shumë pak në pushtet. Sepse në Rusi, mbas rënies Bashkimit Sovjetik, ra krenaria ruse, ideja i shtetit të madh që i bënte ballë Amerikës, i kishte sistemin e vet politik, që kishte mënyrën e vet të operimit politik dhe Putini pikërisht shfrytëzoi atë vakum duke luajtur me kartën e rikthimit të Rusisë të madhe. Po të kujtohen dhe paradat ushtarake bëheshin me shamin e kuqe me temën e komunizmit. Ose fliste pak a shumë në për intervistat e tij që krimi më i madh që është bërë, thoshte ai, shtetit rus është pikërisht rënia e Bashkimit Sovjetik. Në qoftë se edhe në Shqipëri do dilte e njëjta, le ta themi kështu, doktrinë për kontekstin që është ideja që shqiptarët për shkak sepse janë të përçarë, janë marrë troje, janë sobzuar, dhe kjo ka qenë si thua gjithë lufta për ekzistencën e shtetit shqiptar në gjitha këto vitet e ekzistencës njerëzore, atëherë po do gjente vend sepse me çka kam parë unë, pjesa më e madhe e njerëzve që takoj e kanë këtë ndjesi krenarie. Dhe kjo mund të artikulohet dhe politikisht, por normalisht duhet mbështetur në politika konkrete, si thua ti, ndërtimi i ushtrisë fort, përdorimi i buxhetit shtetit pikërisht në ruajtjen e... A merr vota kjo parti në Shqipëri? Unë mendoj që do merrte vota nëse do gjente ato 3 kategoritë që thash dje nga Aristoteli. Pra gjente personazhe që kanë ethosin, pra që të kenë besueshmërinë të folur, të përshtateshin me pathosin e popullit, të turmave të njerëzve, me emocioneve dhe të kishin racionalitet. Nacionaliste se sa protest për flamingot. Filloi si e tillë, po atë gjithandej flamingot shqiptar. Është e rëndësishme është kategoria e tretë çan. Dakor do i bësh to. Ku do të dalësh? Pra cili është synimi? Kategoria e tretë. Po, atë po them, po si do e bësh, si do realizosh? Për shembull, Helmut Kohl kur bëri bashkimin e Gjermanisë, e kishte doktrinë, si do bashkonte Gjermaninë lindore me Gjermaninë perëndimore, nuk është se janë thjesht fjalë. Duhet të kesh një plan konkret, politikë konkrete. Por diskutojmë, ajo është platformë politike. Ajo është platformë politike, bile ajo është me detajuar, ka dhe faturë vëlla financiare nga mbrapa. Diskutohet. Nuk diskutohet. Më falni, ne shkuam e dolëm Gjermani shumë mirë, me shembull që mund. Jo, më mirë, për ta, se duhet nisur nga lart ta kuptuash. Po shkoj deri në Kosovën. A ka vend në Shqipëri, a ka vend në Shqipëri për partitë të tillë? Patjetër. Që mund të rritet direkt, mos ishte kështu partitë me nga 1 dhe 2 deputet. Modeli është i gatshëm. Sepse protesta më duket se e ka në favor, është favor? Patjetër, modeli është i gatshëm. Albin Kurti
kauzën e tij të madhe ka pas Bashkimin Kombëtar. Se erdhi në pushtet pastaj nuk e përmendim më. Po sepse është po punon për popullin tani dhe avash do ndodhi dhe kjo, po e ka si të fshehur, do e nxjerrë dhe këtë. E din ata të Kosovës, prandaj vazhdojnë dhe e votojnë. Ai është i sinqert, nuk gënjen. Por thelbi është që aty ne kemi parë që kjo gjë janë gjithë. Tani me ngjarjet që po ndodhin, me luftrat që janë gjithandej, me nevojën për tu armatosur, më thet ta. Kjo tezë, kjo kaos, kjo lloj fryme, kjo lloj doktrine bëhet edhe më e besueshme, edhe më e nevojshme. Kështu që me ekstremin e djathtë apo të majt, ku diun se çfarë që po forcohen kudo, se po forcohen vetëm ekstremet tani. Ka rënë Mesi, këtu patjetër që do bënte punë. Do bënte sens. Dhe bën sens sepse Goxhaj pas ka thënë tani më falë progres, se manisët, pas ka thënë tek po manis kjo thuaje, po manis Ediona, kjo goca që punon te që bën intervistat e pamfleti, po. Thot çani e kisha unë sonte në intervistë Goxhajn dhe tha, nuk kam asnjë ambicie politike lidhur me atë që mund të prodhoj protesta. Dakor, pra ne flasim kollo këtu. Jo, pra jo. Në fakt ai projektua si i tillë më është gjuna. Më fal, edhe Albin Kurti nuk ka thënë ditën e parë që unë do futem politik. Edhe Erion Velia nuk ka thënë ditën e parë, po kush ka thënë nga këta që do merren me politikë? Jo, qëndron kjo. Ne kemi kolegë, ne kemi çfarë s'kemi këtu që thonë në politikë unë kur. Pra, si të thuash ti mendon si njeri komunikimit që ti mendon që Goxhaj dhe shumë gjithë të tjerë që the. Prit, në fillim thot jo, unë nuk kam as. Do ta them invers? Prit, duhet Dari Çani pastaj sa të tjerë thon, pse futu Goxhaj, ti jemi i miri dhe pas sa kohësh del ai thot mi dakord do fut. Kam ç'i bëj popullit. Ju kujtohet Rama kur thoshte? Pra ne do ta bëjmë çdo emision. Rama kur thoshte unë nuk do vdes në karrige? Rama thoshte unë nuk do vdes në karrige. Në fakt, ishte duke thënë tjetrën, që do rri sa më gjatë në pushtet. Pse për Goxhajn duhet të themi që jo, Goxhaj është po tha kështu, është kështu. Jo, dhe Goxhaj është ndoj. Ore, po pyetja ime është jo vetëm për të sqaruar veten është shumë e shkurtër, për të sqaruar veten. Unë nuk thash që Altin ky Dritan Goxhaj është anti-amerikan. Unë dëgjova Goxhajn çfarë thoshte për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ama se ke pa gjithë emisionin tani. Tani propagandë qeverisë këtu tani. Tani shih emisionin gjithin tani. Ose gjithë nga konteksti fjalë tani do bëjmë biseda apo do sjellësh videot e Sebi edhe një herë, edhe. Është jashtë kontekstit. Perceptimi është i vetmi realitet. Shumë kanë për mua. Kjo është qofse unë ka 23 vjet që më bëjnë mua këtë punë. Më nxjerrin gjëra nga konteksti. E çfarë më kanë thënë? Tani leret lutem. Po thonë që unë po nxjerr nga konteksti. Fare më fare. Ai ke pa emisionin. I ke pa një emision? Mo tani dëgjoj. Unë kam qenë në studio me të kur ka thënë amerikanët janë kriminal mo. Unë po ta vë këtu për ata që s'e kanë parë. Ore Sebi nuk e para dhe e dyta në qoftë nuk them. Ai është trim dhe i mban. Ai mban për një stil për gjëra që thosh. Në vlla, në nuk ka thënë asgjë të keqe mo. Ai ka opinionet e njeriu mo, nuk gjykohet ti për opinione. Që Arjan Çani është një legend, këtu nuk ka kontekst vlla. Se nuk kam legendi nuk është më të mirë. Është legend po ka formë. Rrofsh Shimoni shumë ultim, vazhdo jepi. Ti e di që mban në burr. Kam 20. Pa edhe unë. Kam 30 vjet. Tani ta gjej njerëzit. Ka lajme mbase jo të konfirmuara që i është kërkuar popullit iranian që të rrethojë, të dalë në për ura dhe të rrethojë këto objektet energjetike. Sa e vërtetë është kjo? Unë nuk di ta them ta është e vërtetë apo s'është e vërtetë, do të kemi një parashikim gjatë gjithë kësaj periudhe të këtij agresioni nazifashist që ka bërë regjimi terrorist i Trumpit me regjimin terrorist të Netanyahu, të Izraelit kundër Iranit. Në Iran ka pasur protesta në përkraje të qeverisë iraniane dhe të shtetit iranian të përditshme. Pra, nuk ishte gjë jashtë kontekstit, Red Varaku i bën një pyetje, ky thot regjimi i Trumpit dhe i Netanyahut, regjim nazofashist e quan atë që është Shtetet Bashkuara. Ku ishte jashtë kontekstit? Zotri. Si lidhet kjo tani me nacionalizmin? Nuk lidhet me asgjë, por po them atë që sqarova. Si lidhet kjo me nacionalizmin tani? Si lidhet kjo me një parti nacionaliste? Po, dëgjosh tani. Po pra si lidhet? Më herët më the. Ai nuk është anti-amerikan. Dhe unë thash, unë nuk po them që është anti-amerikan. Unë kam dëgjuar këtë që sot asaj që ndodh në Amerikë, shtetit amerikan i thot regjim nazofashist që po bën krime në Iran. Ti ishe në studio kur e dëgjove? Se the çfarë ishe në studio? E ka thonë dhe studio kur kam qenë në herë tjetër, më miku im. Dhe nuk ka, por më fal, sot në Amerikë
ka nga ata që thonë të njëjtën gjë si Pra është vënë gjithë qeveria për delegitimuar një person që lexon 5 kërkesa. Jo, Sebastian. Një person lexon 5 kërkesa, delegitimojnë personin. Po për 5 kërkesa ke ndonjë përgjigje? A vendosa unë Por luftë politike është. Mos të 5 nesër. Për 5 kërkesa. I firmos Okej, po hajtë flasim për ato. Pse do flasim për personin? Dane një sekondë. Sebi, të lutem. Ndryshoje pak titullin atje çfarë? Tani dëgjoj Sebi. E para herë ne jemi 3 herë në javë. Sot ne kemi për të kuptuar personazhin i cili papritur, nuk e dinim, në një familje ju përballë Edi Ramës apo jo. Pra të gjithë menduam që ja, fundi protesta ka një emër. Goxha i vet, për të qenë korrekt dhe ne tani. Këtu ka dalë tha jo vlla, nuk jam. Po pra, nuk duhet. No, Gerdi thotë është një mënyrë komunikimi interesante. Le ta shohim këtu do jemi. Ne ne kthejmë në invitim. Shqyqyr që nuk e dim, që të notojmë ujrat të paditura, ajo është e bukura. Jo, po, nuk më thot dot, po bën propagandëm se thash unë të nxjerr një video Flogjer të lutem, të vërtika. Thënë që ai Robi pyetjes tënde a është anti-amerikan. Ore ke të drejtë, mo. E para dhe e dyta, vlla. Gjëra që thotë Dritan Goxha në Shqipëri që shokojnë. Ma përgjithësi për vetë ai apo? Po pikërisht, po këtë po them, valla. Nuk janë gjëra të paditura. Sot në Izrael dhe në Amerikë ka njerëz më shumë rënd se Goxha. Ata çfarë janë? Amerikan, anti-amerikan? Ç'do të thënë kjo? Fiks. Çe kupton mos e do të thënë vetëm në këtë vend, vlla. Prandaj se kuptoj shqetësim. Mund të diskutohet kjo gjë. Ç'do të thënë anti, vlla, nuk mund të jesh anti, vlla. Ti në një moment caktuar je kundër një gjëje, se s'e pëlqen dhe thua unë jam kundër kësaj. Pas një muaji ti mund të jesh pro një gjëje që e bën një person. Sigurisht. Pra ç'do të thënë anti, vlla, ç'do të thënë anti. Ke opinionet të cilat lëvizin, është dinamik jeta më burr. Edhe Goxhaj ka punuar me amerikanët. Tani pa pritur kjo luftë, i duket e pa drejtë më valla. Dëshon qëndrimi? Nuk ka drejt ta thotë tjetri këtë gjë më së tjetër. Ai nuk është as kryeminist, se kur je kryeminist dhe rezervohesh pak. Po, se ke bashkë ekuilibra. Çfarë është Goxhaj? Goxhaj akoma s'ka asgjë. Sigurisht me këtë po mundohem të them gjithkohë. Ne bashkë jemi dakord që nuk i duhet bërë gjyqje, dhe unë këtu të mbështes ty. Këtu në këtë pikë. Po ndërkohë mos i thuaj Flogertit, a janë të vërtet ato që ka thënë? Sa i ka thënë në gojën e vet? Ore ka shumë gjëra që mund nxirren dhe jashtë kontekstit. Edhe kjo është e vërtet. Nuk ishte rast. Jo, prit. Edhe kjo është e vërtet. Edhe kjo është e vërtet. Po nuk janë ndjek të gjithë linjën e emisionit. Jemi dakord. Te kjo e kam unë. Po ne nuk po bëjmë një shkencë tani këtu dhe s'po bëjmë një tezë. Po unë te kjo e kam. Nuk po bëjmë ndonjë kështu tani, të marrim të. Nesër më marrin mua ty, prit këtu, prit atje, dalim edhe ne. Hajde luftojmë bashkë që po thua ti. Kemi bërë sot bisedë me Xhanin madje për diçka tjetër. Nuk e lufton. Madje s'duhet me luftu për ca arsye tjera. Ati djalit me qeleshe Arbenit, Arben Kolës, i morën ai tha, ta ruajmë protestën, tha mos na infiltrohen. Dolën dhe i thanë janë të infiltruar. Prandaj po them, pra ka gjëra që nxirren. Dhe se një gjë është e sigurt. Ne sot, në këtë moment që flasim, në orën 22:39 minuta, në ditën e 25 të protestës, ishte edhe sot në shi, vlla, ne duhet pranojmë një gjë. Përveç Goxhajt, i cili doli dhe lexoi ato, tha, më jam i autorizuar të lexoj nga grupi nismëtar, organizatorë, si e tha, nuk ka rëndësi dhe gjë është, ne nuk dim kush janë grupi organizatorë. Ti i di me emra? Tani edhe kjo tani se dëgjoj, me qindra mira vetëm shesh vlla. Dhe në ditën e 25 të mbahet akoma e fshet. Pse e mban të fshet vlla? Po pse ta thot? Dera më dale, fakti që e mban të fshet, kanë frikë. Ti provokon kuriozitetin e shumë njerëzve. Dakord, më shumë. Prit një sekond. Dhe unë mund ta pranoj ta mbaj të fshet ata, bile me eksiton që ata mbajnë të fshet. S'dua ta thon kur. Por ai që është atje kryeministër vlla, i mirë i keq është tjetër histori, gjykojmë se gjykojmë ne është punë tjetër. Ai vlla, këta e konsideron kundërshtar apo jo marrësi, sa i thotë ta duan kokën time. Ai do bëj gjithçka që ti kpusi. Kështu që dhe ajo, dhe kjo që bën ai, që nxjerr njerëz të vetën dhe këtë që i bie, është totalisht legjitime. Ore Berisha. Ai dakord me mua që është legjitime, mo. Lirak dakord me mua që vetën. Berisha e nxorri që s'është fare i përndjekur politik. Kush? Berisha. Kur Lirak Beko do gjë vetën i përndjekur politik, Berisha e nxorri dhe që s'është fare, jo është kështu është ashtu. Vrau dhe 4 veta në bulevard. Kemi edhe këtë shembullin tjetër. Është dhe ky tjetri që ti bën gjitha, teqë edhe dekoratat, tynden familje etj. Kundër kësaj është e gjithë çështja, unë për këtë po flas, sepse edhe ai tjetri që rri atje në krahun tjetër, kur kemi parë protestën ish përndjekur politik, se unë vi nga një familje ish përndjekur politik. Dhe logjika është e këtill. Ai ti heq të gjitha, edhe përndjekjen, edhe burgun, të bën edhe kështu edhe ashtu. Dhe ky tjetri, teq dhe UÇK-n, tynden familje, të bën këtë ti heq gjitha etj. Pse në Amerikë, luta politike etj. Pra është e ashpër, e frikshme. Ktu s'është gjë fare. Por në gjithë botën më është kjo punë, valla, sepse bëhet fjalë për një post që nuk mund ta mbajnë 2 veta.
Për postën e kryeministit, do e mbajmë unë o ti. Dhe ato e mbajnë të fshetë. Kë? Enigma. Maradona bëri gol me dorë. A mund të legjitimojnë parat më vaj që luajnë pistë? Të dyja panët e kanë drejtën. Palatietës po lu pisën. Ka thënë Machiavelli më Pse po luan pisën? Në moment që ke një armik, Jo, Palatietër është zhyshesh. Palat nuk luan pistë. Jo, palatietër luan shumë pastër. Po. Vetëm një gjë. Po zhyshesh. Jo, nuk dim se kush janë No organizatorë. face no name. Ruaj, Dhe kur them nuk dim, jo për mua, se unë si dua. Fal, kur e di Do t'i di ai. M'fal. ai që është di, i ore, i punës. di për t'i ditur. Kur Kush di unë kush i di? gjysmën, ai i di. Po si e si di? Po ti i di dhe nuk i thua, blak? Po pse ti? Kjo është e pandershme pra. Kush ma autorizon mua që t'i Rama i them? di, po nuk i thot se nuk do t'i thot për arsyet e vetë. Kur i di pastaj edhe turma, ose më keq akoma, kur i di një gazetar dhe nuk i thot, mos e trajtoni si Kam bank. burimet e mia, nesër mund të bëj një artikull me këtë, me burimet e mia për këtë. Po, ke drejt. Dakor, bëj artikullin, Unë kam burimet e mia për këtë. bëjën ngusht. Unë si gazetar, merr që bukun edhe bëje, mos e bëj këtu me unë si ne. gazetar punoj me burime. Nëse nuk e detyron do Sebi ta bëj kur ta thotë Dhe- doj. dhe- Janë më të atëre me që ashtu sepse e di që se mua më pëlqen shumë kjo gjë. Atëre këta me që ti i di gjysma the apo jo. Janë më të njohur në publik se Goxhaj apo më pak të njohur, paktën këta të mundohemi të kuptojmë. Apo janë më pak të njohur. Ka gjë mund ta thuash. Njërin prej tyre e ke përballë. Si mund ta masim? Kur Sebi? Burimet e mia ashtu thon. Unë i them çfarë më di. Si mund ta masim? Është Sebi një organizatorët? Po më çan, po. Zërbe. Kjo është diversion. Po them të mbushemi me naftë. big up për Më mirë mbushemi Me me benzinë le jo, s'kemi benzinë, s'kemi naftë. Mbushemi Me me benzinë. Me gaz, me çfarë dush. Po të mbushemi me Edhe mund të... Sebi një organizator të protestës. E pas kemi gjarë për i brënda në studio nuk e timi. Fyta! Edhe jo, ikem mbushemi pak vasë, pasat të nga bëjt qek motori. Dakor, ja. Mos dilni kot nga shtëpia, dilni me qëllim, thoni do shkojmë mbushi makinën. Shkoni te SPO Ilimi, që është një super karburant, është kampion si karburant, sepse ka benzinë dhe naftën super të pastër. Nuk e ka fake. Prej kohësh, në fakt, gjithmonë shoqëria njerëzore në të shumtën e saj është fake, ose bën gjëra fake, për t'i shitur, për fituar sa më shumë. Ka ndërkohë ca gjëra të cilat nuk janë fake. SP-ja është nga këto që nuk është fake. E kanë provuar unë, Marsidi, gjithë dynjaja, dhe shumë me mira vetë, që shkojnë dhe mbushin makinën atje, dhe makina dallohet se merr frym. Performance. Nuk ka çek motori. Dakor? The Fuel of Champions, e keni në Tiranë, nëse po jeni, fiksoni logon, dhe sa dini nga Tirana gjithë ndek. Bravo Said, je i papar. Ledion, mos thuaj që duhet i ikim. E njëta fabulë, Ledion, nuk me intereson faleve dy të fare, do rim të kjo, vla, edhe sa minuta kemi, pa qere kora. Edhe qere kora kemi. O, Flogerte, kishe informacion sigur ti për Sebin? Apo e the për galla? Jo, e di pse e thash dhe atë më herët për Goxhen. Jo, më jo këtu një... Po pra për Sebin po ta them. Po, mos i bjerë nga Po, kina. informacion, po. Si më që është Sebi një Po, nga... një nga, sepse njerëzit që dirigjojnë aty, dhe që thurin planin e komunikimit, simbolikën, për ta mbajtur entuziazmin lartë dhe për qenë sensacional, janë njerëz shumë smart. Janë njerëz kryesisht të majt me një del patriotizmi, do e thoja, jo nacionalizmi. Quen sovranist të majtë, kujdet. Të tipit, po e them kështu vetëm, jo për replik, por thjesht për ta kuptuar njerëzit. Suvrenist dhe gosh. Suvrenist dhe gosh. Shkolla, Sovranist themi të majtë. shkolla e Albinit, në qoftë se mund ta themi, narrativa e Zotit Kurti. Dhe janë njerëz shumë të stilluar, shumë të kulluar, të cilët din të punojnë shumë mirë në rrogos, din të përdorin shumë mirë simbolikën, njerëzit gjejnë njeriun e duhur për mesazhin e duhur, për të bërë zhurmën, për të ngritur entuziazmin e kështu me radhë, dhe vetë nuk duhet dalin sepse ka një rregull Arjan Çan. Rregull i artë.
Rregulli numër 1 i një PR-i të mirë është që ai që bën PR-in të mos bëhet kur vet lajmi. Pra, ata që mendojnë janë aty për të prodhuar lajm, jo për të qenë ata lajmi. Dhe këta mendimtarët që bëjnë organizimin sensacional dhe emocional të gjithë mizanskenave aty, nuk duhet të jenë kur vet lajmi, sepse pastaj bie lajmi për cilin ata punojnë. Është rregulli i artë i PR-it. Dhe me informacionet që unë kam, Sebastiani dhe i grup njerëzish intelektual të ftiluar, jo ata që dalin edhe fal për shprehjen bëjnë arrogantin dhe lehin kot në Facebook, janë ata që janë mjeshtra që lëvizin nga mbrapa gjithë gjë. Seb? Mos pret ta pranoj se PR-i nuk bëhet vetë kur lajmi ta thash. Ky është zhvillimi pa pritur që unë realisht dhe ti e di që ne nuk s'përgatisim para përveç 2-3 pikave. Më thuaj, po bën shaka Flogrit apo është vërtet? Unë jam gazetar tek MCN TV. Edhe ti si Goxha. Unë nuk kam angazhim fare. Është strategji o plak? Zdo ta thoni, unë jam gazetar tek MCN TV. Nuk po thot ku jenë punë. Unë, Sebastiani... Ndërkohë nuk e moj. Prit, tha unë, pra bëri pohimin se ku është në punë, po nuk tha jo, unë nuk jam atje. Unë them që ta lëm... Unë jam gazetar... Pra nuk e move. Po pra, unë jam gazetar tek MCN TV. Po pra, je duke pohuar pra. Një gjë tjetër, nuk po i përgjigjesh pyetjes, ai je organizator, një organizator te protesta. Një duke thënë, unë jam gazetar tu, më thuaj, je apo nuk je atje? Po pra, unë jam gazetar i MCN-s. Qënka! Mund Flogerti e i maf. Mund thuash dhe gjë tjetër? Mund thuash dhe gjë tjetër që... Jeve Flogerti, nuk munde po jo. Mund thuash dhe gjë tjetër që ke pjesë marrës, ke qenë për protestë çdo ditë. Ua, atëre, një sekond, ju kërkojnë ndjesë, kjo ishte pa llogaritur. Po. Një sekond, ja shi si qeshja. Aman mor qeshja këtij njeriu, dëgjoj tani, ose dëgjoj Jani tani. Tani këtu ju kërkojnë ndjesë vlla. Se janë minutët e fundit, do ju lutem ju pasi të jemi aty. Tani se seriozisht. Se pasi e the disa herë që unë jam gazetar në MCN TV, tregon që nuk e mohon vetë pjesën që ka Flogerti. Por tani, shumë mirë. Tani vlla, kam një pyetje. Ti je pro apo kundër shkëmbimit territoreve dhe rindarjes, pra rishikimit kufive? Cilve kufi? Kufive midis shtetit. Në mënyrë ideale, nëse do kishte mundësi, do i... Je kundër? Kundër. Atëherë të lutem, përgjigju seriozisht pyetjes time, se ti je edhe njëri që e ke pasion gjeopolitikën, apo jo? Goxha një ditë kryeministër, në duelin e famshëm mund ta fitojë një ditë. E zëm për moment që i ndrohet mendja, më dhe hyne, kupton? Atëherë mund më thuash vlla, si do i marri, si do ndryshoj kufit në Serbi, në Greqi, në Maqedoninë e Veriut? Unë do hym politik për t'i dalë kundër. Ka që thjesht është. Ne nuk kemi mundësi t'i ndryshojmë. Po pse asitit e Flogerti janë pro? Apo jo, ju thot jemi pro, apo jo? Pro çfarë? Shqipërisë madhe, pra, të ndryshojnë kufit. Në qoftë se në mënyrë do kisha mundësi dhe do ishte në dorën time që të ndoste, por pa gjak, pa luftë. Pa luftë aty, si në tavolinë. Në tavolinë nuk... Tjetër tani luftë unë... Po këtu çfarë si bën? Një sekond. Po këtu thashin e futu në burg më pas, sepse latë kuptohet që dhe mund të bëjmë në një kështu. Unë e di fuqinë time, në kuptimin si shtet. Nëse e kemi të pamundur, luftojmë me Greqinë. Atëre më fal. Jo më e ke gabim ti atë punë. Atëre dëgjoj vlla. Atëre më fal. Po pse atëre për çfarë duhet bërë Partia Nacionaliste? Se ju pak më parë më thet po ka vend. Është proces ai pra. Pra, duhet bërë tani, duhet vazhduar me militarizimin deri në dhëm. Pra ti thua ta kenë si ëndër. Patjetër është vizion projekta fatgjata ai. Pra nuk është premtim në zgjedhje. Po sot për nesër është rrugë e gjatë. Pra nuk ka nëzirë sikur të bëhet pas 100 vjetësh. Të paktën një 15-20 do duhen. Po pse se bën ky Rama më burr, ose pse se bëri Berisha? Berisha tentonte në 2012-ën. Te imitingu i famshëm më i Shkup, foli për Shqipërinë e Madhe. Për shef diku. Po Rama duhet i erdhi mandata. Albini po punon mirë atje në këtë, po armatosën deri në dhëm. Atëri erdhi mandata Berishës, marrim mend? Erdhi mandat. Rruga jon Çani për më fal. Tetëroqen ata. Çani mund ta them. Rruga jon është drejt Bashkimit Evropian. Është e rëndësishme që ne të bëjmë pjesë e Bashkimit. Tani të lutem, thoshim. Se këto i thotë. Jo, tani kjo është shumë e rëndësishme. Nëse do bëjmë rivendikime, si thotë shqip rivendikimet, më. Rishikimet. Po të duash, kërkesa të burr. Po të duash të çosh vendin në luftë dhe ti çosh të gjithë në luftë. Po kjo është vetëm një kaos që mbani popullin këmbë. Me një sekond ta them tani, se ta mobiliteti. Se ky e mori në Bashkimin Sovjetik, po e them shumë thjesht. Nga liberalizmi kanë hequr dorë dhe amerikanët së fundmi. Është kthyer sovranizmi.
Rusët kanë hequr dorë me kohë. Kanë hequr dorë dhe kinezët. Çka duke më thënë tani se? Po pra po them Rusë po marrin territorin në Ukrainë, vëlla. Po vjen një gjë e re, po të them. Nacionalizmi ka për të hyrë në sken. Do hyrë në sken dhe feja. Edhe feja do filloj të shfaqet. Edhe linjat politike. Çdo lloj feje. Feja është, më pse? Po pra po, do shfaqen në politik, do fillojnë të shfaqen. Në Rusi, po ta shohësh me kujdes, kisha është në thelb të bërit politik. Mos mi nga kjo. E di u të të mikësh garti dhe ke shumë drejt. Po mundu, se njerëzit po na ndjekin këtu. Ne kemi nevojë. Ti do hapësh një parti, nëse Goxha një ditë bëhet kryeminist. Nëse Goxha një ditë bëhet kryeminist. Dhe kërkon trojës shqiptare që ai pretendon se janë vendet rrethot. Unë do ndryshoj kufinjt. Për të bërë Shqipërinë e madhe? Po, për të bërë Shqipërinë e madhe, unë do t'i them, do dalë përballë, do t'i them, unë jam kundër teje sepse ne kemi vendin bashkë me Kosovën në Evropë, në BE. Kjo është logjika ime politike. Si pra ti nuk të interesohesh për shqiptarët jashtë Shqipërisë e Kosovës? Që po, me mishe me shpirt, ne kemi vendin në Bashkimin Evropian. Po tani më një sekondë, për të hyrë në luftë, për të bërë luftë. Kosova e para fare njerë duhet të njihet nga gjitha shtetet e botës. Por jo Kosova, më jo. Të shkojë në OKB, thelbi nacionalizmit shqiptar për të mos i hyrë këtyre romanticitetetve është Kosova sot, duhet njihet si shtet, duhet bëhet pjesë e OKB-s, duhet bëhet pjesë e NATO-s, duhet vi me ne në Bashkimin Evropian. Kjo është gjëja e parë që duhet ndodhi. Thelbi i nacionalizmit shqiptar sot, aktualisht shqiptasim është Kosova. Kosova duhet bëhet një shtet funksional për të ardhur në BE. Çamëria. Ke pa flamurin e Çamërisë sa është në bulevard. Tani do am pyete mua, ta them. Po të pyetëm, po duhet të bëre me gjëra që më ndodhin. Çamëria është një çështje e të drejtave të njeriut, për të cilën qytetarët shqiptar, të cilët kanë shtëpinë, kanë banesën, kanë pronën, do shkojnë në gjykat, kudo që në Strasburg, kudo që të jetë, do shkojnë të kërkojnë të drejtën e tyre për njerëzit që janë vrarë, që janë dëbuar etj. Dhe është një çështje politike midis dy shteteve. Nuk është çështje, kështu thua ti? Se unë mendoj që duhet të jetë çështje territori, vëlla. Pretendim territorial. More zotri, këta po dalin, nuk po e fshehin, në Shqipëri ke shumë personazhe, përfshi dhe zotin Goxha, jam i bindur, unë se kam dëgjuar vetë, që po ta pyes ta kishim ne këtu sonte, do ta ftojmë një ditë. Ai unë jam i bindur, thotë po, ato janë troje shqiptare nga këtu deri për vetë, sa thon. Është shumë i ashpër me omonjen e me gjithë. Po normal vëlla, po të gjithë më orë etiketin ti vrasi. Problemi është ky vëlla, ai të ketë mundësi i shuan këta vëlla, sepse është detrim. Problemi është, unë po them, një kryeminist i tillë vëlla. Ti më fal, si mund të dalësh kundër kur ai fatikisht po interesohet për troje shqiptare që pretendon që ne i kanë marrë. Më boje çat them unë tani. Po si boje më fal, ore se unë po them, ti e pro apo kundër? Unë ruaj interesin tim kombëtar. Interesi kombëtar nuk ruhet duke çut gjithë vendin luftë, edhe me Greqinë, edhe me Turqinë, edhe me Francën, edhe me Britaninë. Një nga një, më tash në ditën kohë. Po më luftoj një nga një tani. Unë po them që kjo është aventurë, kjo është marrëzi. Ti je kundër? Po sigurisht më tani. Sigurisht do jesh kundër kësaj lloji. Është marrëzi, nuk është ti je kundër apo pro. Nuk e pranove, po, me që edhe te protesta sipas kjo që u hap te organizatorët. Kur dalin këto parullas, atë dalin parullat tilla, ti ke dëgjuar apo jo? Po, është sfond. Është sfond. Është sfondi. Po. Ti vetë si reagon? Flamuri kombëtar shqiptar në protestë, do gjykimin tim, është për më shumë ti sot, e para njerë që është një uniteti, është simbol kombëtar, nuk shkakton tension flamuri. Po pse më kënët për qa? Autoktonës. Nga kush rrezikohet Shqipëria? Nga kush rrezikohet Shqipëria? Flamingo shkakton tension politik, por ajo që po mundohem të them është kjo. Flamuri në gjykimin tim është njësoj si Greqi. Ti e një mirë Greqi. Të ta them shumë thjesht. Flamuri. Jo, më unë njoh mirë Francën, por shumë se Greqin. Edhe Franca. Flamuri në vetvete sot është bardhë dhe një shenjë frike, po shpopullohemi. Ke qenë para 30 vjetësh, 3 Pra ti thua, ka marrë konotacion tjetër, është një frikë e madhe. Ka marrë kuptim tjetër flamuri. Sepse globalizmi e para njëherë i gryen disa vende të vogla. E dyta, përveç kësaj, ti e vend që je në rënje popullsie, të gjitha trajektoret të thonë që ti je në rënje. Dhe identiteti kombëtar në vetvete duhet mbrojtur. Pra nacionalizmi shqiptar sot duhet të rishpikur, pra duhet të rikthyer për të shkuar tek Sami Frashëri, duhet për të shkruar tek Jeronim Derada, duhet të shkojmë tek pikrisht rilindasit e mëdhenj të kombit për të rigjetur se cili është identiteti kombëtar në këtë shekull të 21. Identiteti kombëtar i shekullit të 21 jemi ne, si shqiptar, është plural, janë dhe shqiptarët e Kosovës, janë dhe shqiptarët që jetojnë në nishë që sot quhen bosnjak. Siç kemi ne grek në Shqipëri, ka grek në Shqipëri? Po. Po ka më grek sa dush në Shqipëri. Ato janë greko-shqiptar. Po ka edhe shqiptar në Greqi. Janë urat më të mira të komunikimit mes dy vendeve.
të mbrojtësh identitetin tënd kombëtar, që ai shqiptari që është në Greqi, ai të ketë një lloj krenarie që të jetë shqiptar, dhe ky greku që është në Shqipëri, ta ketë krenari që është grek. Kjo është marrëdhënia e mirë identitare dhe kjo është marrëdhënia e mirë kombëtare. Po të shkosh, kjo është politika. Gjermanit, kur kalon dhe shkon në Francë, ja hedh dot njëri pasaportën? Gjermanit i thot dot njëri ndonjë gjë kur shkon në Afrikë apo diku tjetër? Gjermanit thot dot njëri gjë kur shkon në Amerikë? Jo. Ky është identiteti kombëtar. Dhe gjermanët çfarë thanë? Dhe gjermanët çfarë? Po pra çfarë thanë një gjë thjesht? Kjo forca, kjo forca, me që po them pra është raport forcash. Po pra raport forcash. E bëri Po pse do të rësh kundër këtij morti, këtij kryeministi që kërkon këto gjëra? Pse do të rësh kundër se këtë s'kuptoj unë? Sepse të gjitha vendet që e kanë tentuar për ta bërë kanë përfunduar të përgjysmuara. E tha shumë bukur Helmut Kohli, mori Gjermaniti. Atë tha që e tentoi dikush para disa dekadash, ta do e marr me dhune, do vrasë, do presë etj. E bëra unë tha me 5 aviona. E bëri të gjithë Evropën e quajti Gjermani. Bëhu ti si Singapori, prodho mikrochipat më të mirë në botë. Bëhu ti si Japonia, prodho aplikacionet më të mira në botë. Dhe të gjithë do duan të flasin shqip. Ti po flet për nacionalizëm financiar po flet. Quaj çfarë duash, bëj këtë. Dhe të gjithë do duan të flasin shqip. Të gjithë do duan të jenë krenar. Po të vish në pushtet dhe thuash që këtë do e pushtoj, këti do i marri cop tok, këti do i bëj këtë do e dëboj fare. Kjo s'është nacionalizëm, kjo është përveç të shovinizëm. Po kjo unë e kisha bërë. O Flogert, kjo lloj ideje që ka hyrë për t'i ndarë njerëzit tani, për ca t'i quajmë shqiptar, ca t'i quajmë tradhtar, ca t'i quajmë pellazg, ca t'i përjashtojmë si grek, ca t'i përjashtojmë si serb. Kjo lloj ideje është ideja më e poshtër që do hyjmë politik pas disa vitesh. Dhe ka përqyr. ide pra, se kjo është pyetja. Sharlatanët më të këqij po e fusin. Dhe do të hyj pas disa kohësh në politik. Do të hyjnë edhe linja fetare në politik pas shumë kohësh. Unë them që kanë hyrë tash. Ka rënë liberalizmi, po e them edhe një herë. Ka rënë liberalizmi. Ne nuk kemi struktura të forta institucionale. Dhe rënja e liberalizmit në struktura institucionale, prandaj them, është shumë e rëndësishme që të integrohemi në BE. Është shumë e rëndësishme. Nuk ke burime njerëzore. Çfarë janë këto? Jo, po do pushtojmë Greqinë, do pushtojmë Serbinë, do pushtojmë këtë. Sot nacionalizmi shqiptar ka një detyrë, të shtyjë përpara që Kosova të antarësohet në NATO, të shtyjë përpara që Kosova të futet në Bashkimin Evropian. Kjo është Bashkimi Evropian, ky është nacionalizmi. Këto çështjet e tjera pastaj janë E mori përgjigjen. Është gati. Vazhdim të fabula tjetër. E unë po msepi më duket, s'do e kemi më në studio. Det politik, po. Ua, ige plak, ige, përfundimisht, ja. Dhe është krenaria jonë. Mund të mos e kemi në studio, po do e kemi në shqipja, nuk po e shqipja, nuk po e njifja më, dha. E kupton se çfarë kështu ka bërë ky më. Metamorfozë totale, vlla. Sa ku kemi punojmë bashkë? 3 vjet. 3 vjet. Në arkun e 3 vjetëve, vlla, tani së fundmi, vlla. Unë po shoh një sep që nuk po e njoh, vlla. Po kemi kontribuar, se kemi nëzit. Unë asnjëherë për veten time. Unë ardh natyrshëm. Ka qenë kanajsi të debatosh me Flogertin, unë kam Marsidin. Si ka mundësi më burr? Po ju çfarë bëni më burr? Ne jemi kingmaker sa. Ja një sekond, bëjmë xhiron Dorelan, ne kthehemi të pak. Ledio, bëjmë xhiron Dorelan. Pyeta, vetëm ne mbetëm duket Ledio. U bën të gjithë u futën. U futën në klub. Dorelani Ledio, po jepi muzikës. Po jo atë lloj muzike, duhet këtë të gjithëve që nxitoni sepse janë ditët e fundit të kësaj ulje nga 30 në 50% Dorelani është një super brand italian ndërkombëtar me mbi 2000 dyqane në gjithë botën, mbi 55 vjet përvojë. Dorelani e gjeni gjithandej, e gjeni te -1 Shtetegu, e gjeni në autostradë kilometri 12 te qendra tregtare Prestigjom, e gjeni te rruga e Kavajës përballë Deliorgjit, lexon Dorelan. Dhe ati mund të gjeni gjithë shka i ka bëj me gjumin, sidomos dy sheqet janë të parë. Mos bëni kompromis me gjumin, shkoni dhe meni dy shekun e dur, se u çmendën nga dhimbjet e trupit kur flinë në dy shekun e keq. Tani është momenti i këtyre çmimeve, janë për gjitha kategoritë. Shkoni në këto 3 vende që u thash, dhe do më kujtoni. Unë për vete jam dëshmitar, kam prej vitesh tashmë Dorelan, vetëm Dorelan. Dormire bene, vivere meglio, thot Dorelani, të flesh mirë, të jetosh më mirë. Rikthehemi Ledio, sepse dua të lexoj një mesazh që më vjen për çunat, për ju pra. Zoti Çani thot, ndjes për ndërhyrjen. Marsit.
Nacionalizmi Se më falë, janë shmëndur edhe ne mesazhet, se jemi, është audiencë shkullahtar. çudi e madhe pra. Po ç'a duan na shohin unë? Nacionalizmi sot është më shumë financiar, thot, se sa ushtarak dhe territorial. Nacionalizmi shqiptar sot është të zgjerohesh në rajon me tregti, të ulësh deficitin import-eksport, të jesh i vetë mjaftueshëm dhe i pavarur sa më shumë që të mundesh në energji, në bujqësi dhe çdo sektor tjetër. Nacionalizëm sot është të mos i kthesh portet komerciale në pallate me para të dyshimta arabe dhe katariote. Nacionalizëm sot është të bëjmë politika që të rikthehet diaspora shqiptare dhe të investoj duke konsumuar këtu. Nacionalizmi shqiptar sot është të mos bësh ligje për të lehtësuar importin e kraut punës nga vendet largëta si India dhe Bangladeshi, që pranojnë rroga të ulta, ndryshojnë demografinë dhe etninë në afatgjat, duke e bërë të pamundur që shqiptarët të marrin rroga dinjitoze. Nacionalizëm nuk është lufta dhe irredentizmi. Çunat mund të gjejnë më shumë shembuj. Ka shumë, mua më pëlqen. Fjale fundi para sa mbyllim? Që të regon që Sebi e ka gati edhe njerëzit që do e votojnë. Se Sebi fatikisht, para të lexoj mesazhin, unë këtë kishte. S'ka nevojë për të pushtuar tokat tjera, ata të bëjmë lufta, duhet të, ë? Sebi është lideri me Ndërkohë që i mungon. ju të dy jeni pak si puna ime. Jeni më radikal. Po ndërkohë unë skuptoj se Flogerti ka një mungesë koherence. Në qoftë se unë e dua këtë selitën, e kam këtu, dhe dua edhe selitën tënde, se më pëlqen. Në qoftë se ti thua jo, unë detyrimisht do futem konflikt me ty nëse do ta marr. Patjetër. Pra ti nuk mundesh do të mohosh natyrën njerëzore, që në momentin që paqja nuk funksionon, do të filloj lufta. Se mohova. Unë duaj shumë sa vjen keq ta hap. Nuk mundem më jo. Po më fal, jo, mos bëj nga këto se jo. Jo tani. Jo. Hape çik, hape te pipa këtu. Po patjetër po. Më djes. Dëgjoj, Ja të piçi kuj selita. unë e marr ujë. Problemi është ky që unë kur e shoh që je më i fortë se unë rregulloj infrastrukturën që sigurohem që të vi ta marrë. Ti lë kocka. Pra nuk je kundër luftës apo jo? Sigurisht që jo. Derisa je pronë ndryshimit kufive, normalisht nuk mund të jesh kundër luftës. Jam kundër. Nëse kufis ndryshohen me konsensus. E idealja do ishte ajo. Mimo tani ideali. Po në qoftë se unë do kisha mundësi për shembull, Vështile me unë konsensus kufit. si ç'vendos tani? Do kisha rregulloja ushtrin. Bësha blind. Dhe dio mos më harron fabulën, se nuk kuptoj për çfarë flasim. Nxirë fabulën e E Godzaj. shihja që e kam kapacitetin së bashku me Albinin atje që të unë shkoj te atje ku kam pretendimet dhe i them o do bëhet kështu o dhe vazhdon me përshkallëzim ajo si protesta. Qartë. Vazhdon me kërkesa, do përdor çdo Dhe instrument. problemi është që popullin normalisht duhet ta kesh me vete apo jo? Çunat e rinj, Tjetër po. pse jo dhe goca duhet të jenë gati të luftojnë. Ato janë Shkojnë në luftë. aty. Ato janë. Ato janë me flamur Po pra, prandaj po them. Janë me Pra flamur. ndryshimi jot me Sebin është se Sebi i flamurin në këtë rast nuk e shef si një simbol për të sulmuar dikë tjetër, ose për të mbrojtur nga ndonjë rrezik. Po. Nuk ka rrezik. Po ndërkohë ti thuaj që pse jo një ditë këtë frym që është krijuar përveç nacionalizmit financiar. Më falë, çfarë nuk kuptoni ju kur brohoret një tur me 20.000 veta Shqipëri etnike? Unë vallai kështu e kuptoj. Se unë ashtu e kuptoj. Unë nuk di që të lë njëri llokmat e tokave që ashtu të lë njëri me konsensus, me luftë. Me luftë. Unë nuk di që në Europë kur janë ashtu ato janë bërë pasi dikush ka humbur që janë dëshuar kufit. Pas luftës parë për luftës dytë, kupton? Apo jam ta, pra nuk bëhet kështu, pra ke hiqen këtë idenë e paqes hipokrite. Nuk ka paqe të tillë. Ore fal, ne për të punuar luftojmë. Nuk luftojmë me grushta, luftojmë me çdo mjet. Bravo. Tani, pra ti je dakord me mua, ti pra në momentin që Dritan Goxhaj një ditë do fitoj ndaj Ramsit 4. Ti do jesh, do e ndiqje. Po. Vërtet? Madje do isha shumë dakord që të investojmë në disa F-15-a, gjë e parë që duhet bërë buxheti për mbrojtje, me që e kemi kryevepër më kryeministri nget dhe F-15. Është perë më burr, është. Ora kjo që ka thënë Sebi sot, unë uroj të jetë vërtet ore që ai ditë japi F-15-t. Dhe unë bilet do i kërkoj ndihmë tani njerëzve që e njohin Goxhën na i çojnë si informacion.
Është perl kjo, mor. Po, ti ki me gjithë për shumë kabinetin e ministrave, në takim me F15-ën, t'ullet vetë atje. Eshe pullo. Jo. Si, se tani fillon fantazia e këti. Ta marrë F15-ën, marrë gjithë ministrat, ti je për shumë takim në Itali me Melonin, ose me Mitsotakis, ose ku di gjohë. Do të përqende? Pa tjetër, vla, gjithë trupa, kështu. Ti edhe me saltro nga jo F15-ën. Nuk mundem më, jo. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved.